Me qindra besimtarë të krishterë dhe jo vetëm kanë marrë pjesë paraditën e sotme në festimin për ditën e Shën Kozmajt. Ata janë drejtuar manastirit të Kolkondas të Liboshës, ku edhe ka nisur mbrëmjen e dielës pelegrinazhin me besimin te fuqia mrekullibërse e shenjtarit Kozma. Festa e Shën Kozmajt është një ndër më të rëndësishme të besimit të krishterë në Myzeqe për shenjtorin jo vetëm martir të besimit, por dhe të arsimit, duke dhënë një kontribut të veçantë në përhapjen e gjuhës shqipe, ka thënë në prononcimin e tij një prej teologëve të pranishëm, Miron Çako. Sot është një ditë e madhe për kishën tonë ortodokse, por jo vetëm, sepse kisha ortodokse sot ka panajir, ka fest, premton një nga shenjtorët më të dëgjuar të kësaj zone, Shën Kozmajn e Tolis, po dhe të Kolkondasit. Ai ishte një murg në malin Athos, por pastaj ku shikoj që në të gjithë zonën e Bizantit atëherë të pushtuar, por dhe në vendin tonë një proselitizëm të madh, ku të krishterët për shkak të dhunës dhe situatave të asaj kohe të pushtuesit po e humnin besimin, atëherë ai la qetësinë e Athosit dhe mori vendimin për të filluar një mision apostolik. Duke filluar që nga Patriarkana e Konstantinopolit dhe pastaj zbriti poshtë në gjithë Greqinë, në Ishujt dhe ka bërë 4 udhëtime derisa ka ardhur dhe këtu te neve, ka shkuar deri në Kruj dhe pastaj është kthyer përsëri dhe ka pasur dhe një fund martirik në këtë zonë, në zonën e Kolkondasit. Kozmaj i shërbeu kishës, i shërbeu popullit krishterë, jo vetëm, i shërbeu njerëzimit dhe ai i lindi në Greqi, por e dha jetën në Shqipëri. Dhe patjetër që shenjtorët nuk janë nacionalist, ata janë uralise ndërmjet popujve, sepse është një shprehje i Zotit, është dheu dhe gjithçka është në të. Besimtarët kanë ndezur qirin duke i përcjellë lutje shenjtorit dhe besuar në mrekullitë e tij, ndërsa kanë përcjellë dhe urimet më të mira për të gjithë, ndërsa mes tyre ka patur edhe besimtarë të shumtë të ardhur nga Greqia, të cilët e kanë konsideruar këtë festë mbi të gjitha si një urë lidhëse mes dy popujve. Για τον πατρό Κοσμά, έτσι τον λέμε εμείς. Οι βλάχοι το λένε Τσομπάν Μπαμπά. Εγώ είμαι βλάχος, είμαι περιφερειάρχης Υπήρου. Po flasim për Shën Kozman, ose Çoban Baba, siç e quajnë vlehët. Unë vetë jam vleh me origjinë nga Meçova, që nga viti 1991 vi këtu pothuajse çdo vit, që kur këto ambiente ishin ende gërmadh në mdhe. Është një figurë me rëndësi të madhe fetare e shoqërore, ndaj vi gjithmonë për ta nderuar. Këtu pranë është edhe manastiri Ardenicës. Të gjitha këto vende kanë një histori që i bashkon dy popujt tanë, Greqinë dhe Shqipërinë. Historia dhe gojëdhëna të shumta tregojnë se shenjti Kozma u vra nga Kurpashaj në 24 gusht 1779 në shenjë hakmarrje të miqësisë së tij me Ali Pash Tepelenën. Po vin çdo vit. Mua më lidh edhe puna që vi se kam marrë gruan që ktheja. Edhe një rrugë të punit bëj. Po të mira tash ne jemi besimtar, jemi të kësaj feje dhe e respektojmë. Nuk ka ndonjë të keqe. Po historitë që kanë treguar që ka lënë një gjurmë këtu, si është bërë kjo kisha këtu, për shembull dikush ka qenë. Urojmë që të gjithë besimtarët krishterë, se kjo në një farë mënyrë është një formë marketimi për njerëzit, edhe për brezat që do vinë, ta kujtojmë. Është një gjë e bukur. Shën Kozma është një shenjë i dashur për njerëzimin, edhe gjithë, jo do rajon, po edhe të tjerë që janë në fenë tonë, vinë e frekuentojnë, janë besimtarë, po të gjithë këtë. Se të jemi gjithë robë të Zotit. Ka çdo vit, ka mbrëm, ka pasur edhe më shumë. Ka që rrinë, natën që flenë, mund të vinë edhe 2 ditë, 2 net përpara që flenë. Ja besimtarë të rregulltë. Po thashën parë që janë tërë besimtarë dhe i besojnë Shën Kozmajt, e frekuentojnë. Ne vinë edhe për dita, po thush, të diellat po, që kemi afër këtu edhe, po le këto ditë shnura të saj. Po në të njëjtën ditë në Lumin Seman, nga një prift i zonës. Një pjesë e madhe e besimtarëve kaluan natën në manastir, ndërsa mëngjesin e sotëm festimeve u bashkuan edhe mitropolitët e Tiranës dhe të Elbasanit. Nga manastiri Shën Kozmajt, mitropoliti i Fierit dhe Apollonis, hirësia e tij, Nikola Hyka, ka përcjellë urimet e përzemërta për të gjithë besimtarët.
Është një traditë shumë e lashtë që me jetën e tij shëntori vendosin nderimi dhe respektin e tij. Është një forcë që buron nga besimi. Ne nuk besojmë thjesht në njohurinë dhe në forcën dhe urtësinë e disa njerëzve. Ne besojmë në urtësinë dhe forcën e besimit. Dhe pikërisht kjo është e forca e besimit e cila bëri Shën Kozmaj të jetë ai të cilin neve nderojmë ndër shekuj. Është një bekim për vendin tonë, është bekim për komunitetin tonë, që kemi një shëntor i cili sjell dhe përhap bekimet e tij në zemrat e të gjithë besimtarëve, po edhe më gjerë për të gjithë botën. Çdo bekim çdo e mirë që është, nuk është një mirë që qëndron vetëm në zemrat e disa njerëzve. Është një bekim që përhapet kudo. Mirësia dhe bekimi përhapen dhe sjellin dhe ato gëzim dhe paqen në shumë zemrat e njerëzve. Manastiri Shën Kozmajt në Kolkondas është një prej kulteve fetare më të rëndësishme të pelegrinazhit në Myzdëqe. Çdo vit në 23 dhe 24 gusht mbrin me qindra pelegrin nga zona nga mbar Shqipëria, por edhe nga jashtë vendit.